Ti Tok, pranoje mbretin tënd, nga Alistar Beg. Ky libër u mundësua në gjuhën shqipe nga Qendra Ignis. Në fund të çdo devocioni, do të dëgjoni një himn Krishtlindjeje. Për materiale të tjera, na vizitoni në faqen tonë në internet dritës.al. Dëgjim të këndshëm. Sot i vjen gëzohu bot, pranovsh ti mbretin tënd. Një vend ti jap çdo zemër sot, edhe çdo zën një këngë, edhe çdo zën një këngë, edhe çdo zën një këngë. Ja shpëtimtar i mbretëron, ku do shpërthen gëzim. Çdo mal shkëm fush, lume përrua, jehon këtë ngazlim, jehon këtë ngazlim, jehon këtë ngazlim. Ti Tok, pranoje mbretin tënd. Hyrje. Më pëlqen stina e adventit. Më pëlqen ndjesia e pritjes dhe gjithashtu mënyra se si adventi më kujton Krishtlindjet kur isha fëmijë. Këngët, kishën, dhuratat, më pëlqejnë edhe përgatitjet. Disa prej nesh janë ata lloj njerëzish që i fillojnë përgatitjet për Krishtlindjen që në shtator. Unë nuk jam si ata, por më shumë dikush që përgatitet në dhjetor. Si pastor, çdo dhjetor e gjej veten duke shkruar ende predikimet e mia të adventit dhe duke i pasur zili ata që i planifikuan predikimet e tyre muaj më parë. Qasja ime ndaj blerjes së dhuratave është e ngjashme. Fatmirësisht, gruaja ime është një person shumë më tepër i organizuar. Përndryshe, gjërat do të ishin një kaos i vërtet. Është e lehtë që ta shohësh Krishtlindjen e parë, sikur Perëndia të ishte dikush që përgatitet në dhjetor. Sikur historia fillon në faqen e parë të dhjatës së re, me një engjëll që i shfaqet papritur një vajze në Galile. Mirëpo Bibla është një dramë me 2 akte dhe të fillosh nga ungjit është sikur të vish gjatë intervalit. Jo, përgatitjet e Perëndisë për çastin kur kjo tokë do të pranonte mbretin e saj nisën aty ku fillon edhe ungjilli sipas Gjonit. Jo me engjëjt, barinjt dhe dietarët, por në fillim. Në fakt, që përpara fillimit. Që nga përjetësia e shkuar, Perëndia planifikoi që ta dërgonte birin e tij, që ne të jetoni me të në përjetësinë që na pret. Prandaj, në këto faqe, do t'ja nisim nga fillimi dhe do t'i ndjekim përgatitjet e Perëndisë për ngjarjen mahnitëse të asaj nate të parë, do t'i gjurmojmë planet dhe qëllimet e tij përmes dhjatës së vjetër. Përpara se të kënaqemi duke reflektuar edhe një herë mbi ngjarjet që e shoqërojnë ardhjen e fjalës së mishëruar. Megjithatë, nuk do të ndalemi me kaq. Adventi vjen nga fjala latinisht adventus, që do të thotë ardhja. Ne duhet të kemi parasysh 2 ardhje. Ardhjen e Krishtit në të kaluarën dhe kthimin e tij në të ardhmen. Mbreti i krijimit ka ecur mbi këtë tokë në histori. Kjo tokë do ta pranojë sërish mbretin e saj, i cili këtë herë nuk do të vijë si një foshnjë për të cilën nuk u bë shumë bujë, por do të vijë plot me lavdi dhe në mënyrë të pagabueshme mbi retë e qiellit. Natyrisht që fëmijët e kalojnë adventin duke pritur me padurim ditën e Krishtlindjes. Ne jemi të ftuar të shikojmë përtej kësaj, drejt një dite shumë më të madhe, drejt ditës kur Jezusi do të kthehet. Prandaj, koha jonë së bashku do të fillojë te Zanafilla 1, dhe në prag të Krishtlindjes do të kemi mbërritur në skajin tjetër të shkrimeve dhe në kapitullin e fundit të zbulesës. Kështu, në këtë advent, ju ftoj të bashkoheni me mua për të kthyer vështrimin pas
që të shohim ardhjen e parë të Zotit, se si u dha dhurata e mrekullueshme dhe se si ajo dhuratë është sot gëzim për botën dhe gëzim për zemrat tona. Ju ftoj gjithashtu që të bashkoheni me mua që të shohim drejt së ardhmes, drejt ardhjes së Tij të dytë. Të shohim atë që Perëndia është ende duke e përgatitur që të na jap në të ardhmen dhe se çfarë domethënieje ka kjo për ne sot. Lutem që këto përkushtime adventi t'ju bëjnë të mahniteni me gjithçka që ka bërë Perëndia dhe të adhuroni atë që rrin të shtrirë në grazh atë natë të parë të Krishtlindjes. Lutem që ato të krijojnë brenda jush një ndjesi të fortë pritjeje për kthimin e Krishtit dhe t'ju nxisin që ta prisni me gëzim ditën kur toka ta pranojë sërish mbretin e saj. Lutja ime është që në këtë sezon adventi, ju dhe unë të rritemi në dashurinë tonë për